Mirëmbrëma shikues të ekranit të Radio Televizionit Shqiptar, ja kur I takohemi si çdo të hënë të enjte në orën 21 me ne dhe ekonomia. Në pjesë të parë të emisionit sot do të flasim për ekonominë qarkulluese, I cili është një sistem ekonomik që konsiston kryesisht në riciklimin dhe ripërdorimin e mbetjeve, duke ndihmuar kështu edhe në zhvillimin e qëndrueshëm. Ndaj, edhe sipas direktivave të Bashkimit Evropian, kjo është një formë shumë e mirë e cila ndihmon jo vetëm në ekonominë rurale, por gjithashtu edhe në zhvillimin e qëndrueshëm. Ndërsa në pjesë të dytë do të flasim për planin e rritjes kryesisht të Ballkanit Perëndimor, ku Bashkimi Evropian ka kërkuar që Shqipëria të plotësojë plot 31 reforma të ndryshme, të cilat do të kemi mundësinë që t'i diskutojmë dhe analizojmë në studio. Por si fillim juftoj që të ndiqni insertin I cili takon ekonomisë qarkulluese dhe më pas kthehemi në studio për ta diskutuar. Ekonomia qarkulluese është një sistem ekonomik që synon minimizimin e mbetjeve nëpërmjet ripërdorimit, riparimit dhe riciklimit të tyre, duke injektuar të ardhurat në ekonominë lokale. Ekonomia qarkulluese sipas direktivave të BE-s synon të çojë një hap më tej të gjitha projektet e deri tanishme në fushën e menaxhimit të mbetjeve dhe ruajtjes së burimeve natyrore, duke I parë këto si pjesë përbërëse të zhvillimit ekonomik brenda kontekstit të zhvillimit të qëndrueshëm. Një nga komponentët e ekonomisë qarkulluese është kompostimi. Kompostimi është një proces që ul sasinë e mbetjeve, duke përmirësuar mjedisin dhe duke shërbyer komunitetit pasi kthen në ple organik mbetjet me prejardhje bimore dhe shtazore. Kompostimi, një proces që aplikojnë shumë vende europiane dhe më gjërë, po gjen tashmë zbatim edhe në vendin tonë. Së fundmi, qeveria shqiptare në bashkëpunim me qeverinë gjermane, përmes GIZ, ka mbështetur disa bashki në vend për ndërtimin e fushave të kompostimit që mundësojnë trajtimin e mbetjeve të gjelbra të fermave, serave dhe mbetjeve organike të familjeve. Me anë të kompostimit ulet volumi I mbetjeve që menaxhohet nga bashkia dhe njëkohësisht bashkia krijon të ardhurat përmes shitjes së pleut organik që krijohet. Një prej bashkive përfituese është edhe ajo Roskovecit, ku prej vitit 2023 ka nisur ky aktivitet që synon jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe krijimin e një ekonomie qarkulluese. Roskoveci, si një zonë tipike bujqësore rurale, ku mbi 60% të totalit të mbetjeve zën mbetjet organike dhe gjelbra, kompostimi është caktuar si masë prioritare për produktimin e tyre. Impjanti I kompostit të Roskovecit është ndërtimi I dytë pas Sërrikut dhe tashmë është krijuar bashkëpunimi mes dy qyteteve për transferimin e njohurive. Për të diskutuar lidhur me këtë tematik, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Miranda Çepele, përgjegjëse e sektorit të gjelbërimit në Bashkinë e Roskovecit. Mirëmbrëma dhe kënaqësi t'ju kem në studio. Mirëmbrëma, shumë faleminderit për ftesën. Zonjë Miranda, flasim për ekonominë qarkulluese, e cila është, le të themi, një sistem ekonomik që ndihmon kështu në riciklimin apo ripërdorimin e mbetjeve. Në çfarë konsiston konkretisht dhe si është e përkthyer ajo në praktik? Atëherë shumë faleminderit për pyetjen. Bashkia e Roskovecit para është përbërë prej 32.900 banorësh dhe ka një sipërfaqe prej 118 km². Falë ambicjes, vizionit, përkushtimit të kryetarit bashkisë, zonjës Majlinda Bufi, është bërë një menaxhim I integruar I mbetjeve. Ne në Bashkinë e Roskovecit, në bashkëpunim dhe me GIZ Albania, është krijuar pika e kompostimit. Ne bëjmë ndarjen e mbetjeve deri në burim. Mbetje urbane, që kalojnë për incinerim në pikën fundore, mbetje bimore, si dhe mbetje karton. Roskoveci njihet si një zonë bujqësore, ku ka shumë sera dhe mbetjet krijuan atë pjesën e një tereni të papastër, ku hidheshin mbetje bimore në përkosha dhe ishte vështirësi e madhe për heqjen e tyre, plus që ishte edhe një peshë shumë e madhe. Në mbështetje dhe në ndihmë dhe nga GIZ Albania u bë, ku ishte pjesa e mbetjeve urbane, pjesa e mbetjeve bimore, si dhe e kartonit. Dhe doli që 50-60% mbetje ishin bimore. Për këtë u krijua pika e kompostimit, ku ka një sipërfaqe prej 2500 m2 dhe vetëm kapanoni është 140 m2. U sollën nga projekti GIZ, u sollën makineri, si makineri grisë, traktor, makineria e presimit të kartonit. Atëre, në bazë të ndërgjegjësimit, që ne shkuam në çdo fermë me grupe të veçanta, në çdo shtëpi, në çdo fermer dhe duke bërë një punë ndërgjegjësimi, duke çuar dhe flet palosje, u fillua që popullsia dhe të ndërgjegjësohej. Mbetjet mos hidheshin në kazane, të përzjera,
por ne po bëjmë darje në burim. Në big marketet ne kemi çuar kosha të veçantë që bëhet mbledhja e kartonit dhe me ditë dhe sipas një grafiku të veçantë. Atëherë ne prej vitit 2023 dhe vitit 2024 janë shqitur në shifra, base janë të ulta, por gati 23 ton karton në vitin 2023 dhe 27 ton karton në vitin 2024, si dhe shkryuar pleu organik. Kemi një ser modeste, për e them për pjesën e këtij pleut, për ta provuar, ne kemi një ser modeste ku në mbillen gati 10.000 fidan lule. Bashkia e Roskovecit është një bashki e vogël, por një bashki e bukur. Besoj ju s'keni ardhur në Roskovec, po të vini, kjo që po them është e vërtet. Çdo sezon e nxjerrim 5.000 fidan vjesht dimër dhe verë pranë verë, do me thënë ulim shpenzime dhe nuk blejmë lule. As ple nuk blejmë, shesim dhe kartonin, dhe si të thuash bëhet një mirë menaxhim i mbetjeve. Duket se është një, le të themi, politik e suksesshme, e cila në dijenin time, por edhe të shifrave, është bashkia e dytë, të mos gaboj pas Cerrikut, e cila ka implifikuar këtë formë, le të themi, të re të riciklimit të mbetjeve, duke ndihmuar kështu jo vetëm në ekologji, por gjithashtu edhe tek fermerët vetë, pasi mund të shesin, le të themi, këtë riciklim apo ripërpundim të mbetjeve, apo jo? Po, patjetër. Kjo ka krijuar një ambient shumë të pastër. Kjo u mbështet edhe nga Ministria e Mjedisit. Plus janë ndërgjegjësuar njerëzit. Kanë filluar dhe kemi në buxhetin e 2025-s që ne çdo familje të qytetit të Roskovecit ta pajisim me kosh familjar, që këtu do ndërgjegjësohet akoma dhe më shumë, kurse familjet që janë nëpër pallate do kenë kosha të përbashkët. Kjo do sjellin edhe më shumë atë ndërgjegjësimin e njerëzve si dhe uljen e mbetjeve të dala nga shtëpitë. Roskoveci është objektivi jonë është që të jetë sa më i pastër. T'ja kaloj dhe pse jo Tiranës. Dhe pse keni ky qytet. Kjo mund të ndodhë lirisht në fakt. Dhe besoj ja kalon. Duke menduar nivelin e ndotjes së Tiranës në krahasim atë të Roskovecit, është shumë e vështirë. Ka filluar që të ndërgjegjësohen shumë dhe ka një mjedis shumë më të pastër. Nuk kam plera të hedhura nëpër kanale, mbetje, sidomos mbetjet urbane, sepse e thash që ka shumë sera në zonën fushore të njësisë administrative Strum. Roskoveci është i përber për 14 fshatrash, 3 njësi administrative dhe Roskoveci 4. Por, sipas grafikut, ne shkojmë në të gjitha fshatrat që mbledhim edhe mbetje bimore, po edhe kartonin, normale është një punë e vështirë, po jo e paralizueshme. Si rjedhoj, duke marrë shkas nga kjo që ju sapo thatë që është një punë e vështirë e sidomos në këtë mënyrë të re të ripërpunimit të mbetjeve, cilat le të themi mund të jenë ato nga ato vështirësime cilat fermerët vetë mund të jenë hasur për të bërë këtë lloj le të themi kategorizimit të mbetjeve. Atëre pjesa që ata kanë sjellë si shqetësim është pjesa e transportit për t'i sjellë te pika e kompostimit që është në fshatin Marinës, sepse jo të gjitha fshatrat e kanë afër këtë pikë kompostimi dhe bashkia ka miratuar në paketën fiskale që vitin e parë 2025 ata do t'i sjellin falas, në qoftë se duan t'i sjellin vetë, dhe në kundrejt një tarife, sipas kilometrave, transporti do kryhet nga makinat e ndërmarrjes. Si mund të përdoret nga ana tjetër, ose si mund të përdoren këto pika kompostimi për të përmirësuar kështu cilësinë e tokës në këto zona? Unë do të thosha, sepse kur e provon diçka, e shikon edhe gjën pozitive që ajo sjell. Do të thosha, sepse unë kam 25 vjet në punë, plus që kam parë ecurin e mbetjeve që janë krijuar, por do të thosha që po që se bëhet ndarja në burim, që tek e fundit Roskoveci ka qenë me fat, e thash dhe që në fillim kryetares së bashkisë, se duke qenë një femër, si në shtëpinë tonë, femra e kërkon dhe bën më shumë pastërtinë se sa burri, apo jo. Se po flas lirshëm tani dhe merita, po them, i takon kryetares së bashkisë. Duke u hequr çdo mbetje dhe duke u çuar në vendin e vet, normale që do kemi një mjedis sa më të pastër dhe toka nuk do infektohet nga gjërat e hedhura vend pa vend.
sepse edhe ajo mbetja që hidhet diku dhe ri për një farë kohë, atje jep impakt negativ në mjedis. Mund të shkoj tek ujërat që janë aty rrotull, ose mund të shkoj në ambient duke patur shtëpi aty afër. Kështu që ka sjell impakt pozitiv tek Roskoveci kjo gjë. Nga ana tjetër, edhe nga të gjitha kërkesat apo pikat që Bashkimi Evropian ka vendosur qoftë për të alokuar fonde, por gjithashtu edhe për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, pa diskutim që mjedisi dhe gjelbërimi zë një pjesë shumë të rëndësishme. Por nga ana tjetër, le të themi këto pika kompostimi dhe kjo ekonomi qarkulluese ndihmon në ekonominë rurale në mënyrë të drejtë për drejtë, cilat janë le të themi disa nga përfitimet me cilat fermerët janë prezantuar deri më tani. Atere, Bashkia e Roskovecit e ka filluar e thash ndërgjegjësimin e fermerëve. Dhe ne kemi nxjerrë dhe atë pjesën e ndërgjegjësimit që nëse ata e sillin vetë, do u jepet pleh falas. Dhe përveç se sasisë që është krijuar, do ndahet falas dhe kjo tregon që dhe ata nuk e kanë pesh në serën e tyre ose në tokën e tyre, mbetjet që krijohen, shkojnë e sillin te pika e kompostimit, atje bëhet pleh dhe ata përsëri e marrin, domethënë si një bonus që u jepet për të mbjellat e tyre. Plus që krijojnë atë pjesën e bashkimit, bashki fermer. Dhe mendoj që kjo eksperiencë ose kjo praktikë që po ndiqet të Bashkinë e Roskovecit, nëse ka dhe zona të tjera, sepse desha të theksoja këtu, ne jemi në berjen e analizave të këtij plehu organik, që rezultatet i ka dhënë, sepse ne shikojmë në serën që kemi, aq modeste, po dhe që jep rezultate të mira, apo në lulet që mbjellim në Bashkinë e Roskovecit, ka dhënë impakt domethënë rezultat pozitiv. Dhe në qoftë se bëhet analiza, jam shumë e bindur që do i ketë domethënë cilësinë shumë e mirë, sepse atje nuk bëhet pleh vetëm nga një asortiment, por janë degat që grihen, është bari i lulishteve që ne nuk e hedhim, po e çojmë atje, gjethet e pemëve, perimet që ngelen në përsera, perimet që ngelen ditën e diel në pazarin e Roskovecit, siç njihet, dhe bërësitë e ullirit, sepse është dhe zonë kodrinore, ku ka shumë ullinj, dhe kur bëhet vaji i ullirit, bërësitë, ne shkojmë i marrim dhe i hedhim atje. Domethënë ka shumë asortimente që bëhet ky pleh. Le themi, funksionon kështu si këto pika kompostimi si një zinxhir i mirë i cili mund të integrohet kështu edhe në industrinë e bujqësisë, mirë filli? Po, sepse duke e çuar atje ato rrenjët e domates, të speckave ose perimet e ngelura, e para ai ka serën më të pastër, tokën e tij më të pastër, plus që dhe mund t'i kthehet diçka për serën e tij, që të ketë sa më shumë prodhime më pas, vitin pasardhës. Domethënë është vetë nga fjala qarkullim. Plus është dhe kjo pjesa e kartonit që neve duke mos i çuar në pjesën e incinerimit, në fushën e mbetjes fundore, në fier, ulim kostot, ulim shpenzimet dhe është parë nga viti në vit që të çuarja e mbetjeve urbane në incinerator është shumë dhe shumë e ulët se sa ka qenë në fillim. A është nevoja tani më që të investojmë ndoshta në një teknologji më të avancuar për të rialokuar ose për të kategorizuar këto mbetje edhe për ta konsideruar kështu një plan pak më lokal? Unë them se ka ardhur koha, sepse praktikat që ne po ndjekim si bashki janë të suksesshme për këto tre çka ne ndajmë. Ka akoma për të bërë, për shembull në për lokale mund të çojnë kosha specifik për plastikën, ose për inertet mund të ketë ndonjë makineri ose ndonjë fushë tjetër që të krijohet për inertet, pasi ne tani i marrim dhe ku shikojmë ndonjë hapësirë, ndonjë rrugë të pashtruar apo si mund t'i hedhim atje, dhe tani me sa diu në planet e bashkisë ndoshta dhe me financimet të huaja mund të bëhet një pikë tjetër për inertet, që ne të kemi një vend për inertet. Unë do të thosha edhe këtë, domethënë sepse mbetjet, po të thuash mbetje, nuk kupton shumë gjëra, mbetje shtëpiake 24 orare, mbetjet bimore, mbetje në karton, mbetje në plastik, gomat, vajrat. Ne dhe gomat në Roskovec ne kemi filluar, domethënë duke i bërë si lule, duke i lyer, duke mbjell lule atje, domethënë
sa më shumë që ta fusim në punë dhe atë ta riciklojmë atë çka del si mbetje. Dhe për të ulur mbetjet, sepse dhe ato kanë një kosto të kuçohen dhe paguhen nga bashkia. Ulim shpenzimet e çuarjes së mbetjeve, por dhe fitojmë diçka. Nga ana tjetër, cilat mund të jenë disa nga mënyrat më të mira të menaxhimit të këtyre mbetjeve? Pjesa që kemi filluar këtë vit, unë them që do japi rezultat, sepse ne kemi gati në buxhetin e këtij viti, ne jemi 1300 familje në Roskovec me shtëpi përdhese dhe të tjerat janë në shtëpi në pallat. Kjo besoj do jetë më efikase për arsyen sepse jemi të vetëdijshëm në shtëpitë tona kur i heqim sa më shpesh mbetjet aq më mirë është. Edhe kjo pjesë, një praktikë që kryetari e bashkisë e filloi për vitin 2025, do sjellë impakt pozitiv, sepse do jenë më të kënaqur qytetarët dhe po them dhe kjo pjesa e ndërgjegjësimit. Ne duhet jemi më afër qytetarëve duke ndërgjegjësuar në çdo moment qytetarin që ai mos ta hedhin. Normale, ka dhe vështirësi, sepse ne kemi vendosur dhe gjoba, kemi dhe me vendim këshilli, kemi gati 20.000 lekë të reja, gjobën që vëm për hedhje në vende që nuk duhen. I kemi implementuar dhe këto gjoba, sepse ka dhe të pabindur, por ditë të them që për pjesën që unë them se është drejt një rrugë të mbar Bashkia e Roskovecit. Prej sa kohësh ka nisur, le të themi, aplikimi i kësaj praktike? Atëre, GIZ Albania ka filluar në 2020 të bëj bashkëpunim me Bashkinë e Roskovec. Në 2023 kemi filluar të implementohet kjo. Deri në 2022 me një kontratë 6 mujore, brenda 6 muajve u ndërtua si pikë kompostimi, erdhën mjetet përkatëse dhe 2023-2024 ne jemi duke vazhduar këtë procedurën e mbetjeve në burim, e ndarjes së mbetjeve në burim. Pyes për të kuptuar se sa kohë është dashur në fakt për të ndërgjegjësuar dhe për të dalluar që ky është një shembull shumë i mirë suksesi që mund të aplikohet edhe nga bashkitë të tjera, jo vetëm për një cilësi më të mirë jetese në zona, por gjithashtu për të ndihmuar edhe në ekonominë e çdo bashkie. Tani ndërgjegjësimi duhet vinë nga ne të parët, edhe pastaj fillon dhe tek populli. Duke krijuar atë pjesën që ne në qoftë se e sjell ti, ne do të kthejmë ple, ata kanë filluar edhe të ndërgjegjësojnë dhe të marrin. Ne kemi vënë 2 numra telefoni që na marrin, ndoshta edhe ditë për ditë, dhe na thuhet që ne do ta sillim vetë ose do vinit na i merrni ne, domethënë ka filluar ndërgjegjësimi. Gjë që para 3-4 vjetësh kjo gjë nuk ndodhte. Hidheshin të gjitha atje në kosh, por kemi filluar që edhe kur e shikojmë edhe te familjarët kemi ta ashtu, domethënë që kanë filluar dhe familjarët e kanë marrë vesh atë pjesën që ne ndajmë kartoni dhe e vënë anës koshave, ose sipas një grafiku ne shkojmë në çdo fshat me ditë të caktuara, me makina të caktuara. Domethënë në Roskovec nuk mblidhen plerat me një makinë, siç mund të mblidhen në qytetet e tjera dhe të çojnë të gjitha në pikën fundore të grumbullimit. Por mblidhen me 3 makina me grafike të veçantë. Domethënë një makinë mbledh koshin, një makinë mbledh mbetjet bimore dhe një makinë mbledh karton. A ka ndihmuar, le të themi, kjo praktik edhe për të qenë më afër qytetarëve dhe për të kuptuar ndoshta më mirë bashkëpunimi midis qeverisjeve lokale dhe qytetarëve të zonës? Po normali që ka ndikuar, sepse është një gjë, qytetari kur e shikon që diçka ecën, është më i afrueshëm, domethënë krijon dhe atë respektin, por edhe domethënë është ajo pjesa që kur e shikon pastërtinë çdo njeri, është si punë e shtëpisë, kur e shikon shtëpinë të pastër të bëhet qefi dhe ai ndikohet dhe vetë ofrohet. Faleminderit shumë zonjë Miranda që ishte me mua dhe diskutuam lidhur me këtë tematikë dhe urojmë sa më shumë pastërti dhe sa më shumë vizitor në Bashkinë e Roskovecit. Shumë faleminderit juve për ftesën, sepse të marrësh pjesë në një emision për pastërtinë është gjëja më e kënaqshme dhe gjëja më e rëndësishme, sidomos për ne femrat. Shumë faleminderit. Ndërsa ne tani në pjesë të dytë do të flasim për planin e rritjes Bashkimit Evropian në lidhje me Ballkanin Perëndimor, ku Shqipëria duhet të plotësojë plot 31 reforma deri në vitin 2027. Ndikim insertin më pas kthehemi në studio për ta diskutuar.
Shqipëria duhet të zbatojë 31 reforma që lidhen me 141 ndërhyrje që synojnë përmirësimin e klimës së biznesit, arsimin, infrastrukturën dhe teknologjinë deri në vitin 2027, për përfituar nga plani i rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor. Në dispozicion të Shqipërisë janë 922 milion euro në 2 vitet në vijim, por kushtet për alokimin e tyre synojnë disa reforma që janë më të efektshme se sa vetë fondet. Në nëntor të vitit 2023, Bashkimi Evropian miratoi një plan të ri rritjeje për të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë, Kosovën, Malin Maqedoninë e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovinën si dhe Serbinë, nëpërmjet të cilit synohet që në dekadën e ardhshme ekonomia e rajonit të dyfishohet me synimin për të reduktuar hendekun ekonomik me BE-n. Plani mbështetet nga një fond për 6 miliardë eurosh për periudhën 2024-2027, prej të cilit Shqipëria përfiton 922 milion euro. Vendi ynë ka përfituar paraprakisht një shumë prej 64 milion eurosh, ndërsa pjesa tjetër do të alokohet në bazë të zbatimit të një agjende reformash, e cila u miratuan në tetor të vitit të kaluar nga Komisioni Evropian. Gjithsej janë 143 piketa të lidhura me disbursimin e fondeve. Më shumë se mbështetja me fonde, ekonomia e Shqipërisë dhe ajo e rajonit do të përfitojnë nga reformat strukturore, hapja e tregjeve dhe asistenca teknike që e BE në sektor të kyç të ekonomisë. Reformat që duhet të ndërmarrë Shqipëria përfshin përmirësimin e klimës së biznesit, lehtësimin e tregtisë rajonale, arsimin, teknologjinë, të drejtat e njeriut, transparencën e buxhetit dhe dekarbonizimin e të tjerë. Agjenda e reformave për Shqipërinë është një material voluminos prej 200 faqesh, në të cilin ndërmerren angazhime specifike në të gjitha fushat dhe sektorët në vend. Sipas agjendës së planit të rritjes, disbursimi i fondeve do të bëhet 2 herë në vit në bazë të përmbushjes së kushteve përkatëse. Nëse kushtet nuk përmbushen, fondet do të pezullohen ose do të ridisbursohen te partnerët e tjerë. Kënaqësi për mua të kemi në studio ekspertin e gjeopolitikës Geron Kamberi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Një plan rritje për Ballkanin Perëndimor ku Shqipëria duhet të plotësojë 31 reforma deri në vitin 2027. Si do të monitorohen plot 31 reforma? Në fakt, ajo që përmendet ju, plani i rritjes, është një iniciativë ose një instrument më saktë i Komisionit Evropian, i cili u miratua në tetor të vitit të 2023, pra me 8 tetor 2023, edhe synonte që vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe kur them vendeve të Ballkanit Perëndimor, të gjithë vendeve kandidate për në Bashkimin Evropian, që janë 6 vendet, përfshirë Shqipërinë, Serbinë, Bosnjën, Hercegovinën, Maqedoninë, Malin dhe Kosovën, të përfitojnë një paket fondi financiar për 6 miliardë eurosh, i cili do shpërndahet në këto 6 vende në një periudhë 2 vjeçare. Pra nga 2025 deri në 2027, në fakt ishte parashikuar 2024, po për shkak disa vonesave derisa ky instrument financiar u miratua nga Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian dhe hyri në fuqi, pati një lloj zgjatje. Dhe kjo periudhë kur do të shpenzohet ky sasi e madhe fondi për vendet e Ballkanit Perëndimor, përkon dhe me një iniciativë të vetë Komisionit Evropian, pra ose me një objektiv strategjik të politikës zgjerimit, që brenda vitit 2027 Shqipëria dhe Malizi të mund të përmbyllin negociatat për anëtarësim dhe brenda vitit 2030 të nënshkruajnë traktatin e anëtarësimit. Pra të jepet mundësi ratifikimi dhe brenda 2030-s Bashkimi Evropian të zgjerohet dhe me 2 anëtarë të ri. Edhe nëse do ta përmbledhim të gjithë të rrugtim ose gjithë të objektiv strategjik, për Shqipërinë është përpara një sfidë jo e vogël, sepse po të marrim vetëm numrin që u përmendët të reformave dhe masave që parashikohen për secilën reformë, që fillojnë që nga klima biznesit, që nga agjenda digjitale, që nga zhvillimi i kapitalit human, që nga klima që lidhet jo vetëm me biznesin, por shumë elementë që kanë bëjnë me biznesin, qoftë me tregun e tokës, qoftë me tregun e pasurive të palujshme, me digitalizimin e shumë shërbimeve të tjera, me infrastrukturën, duke përfshirë infrastrukturën rrugore, e kurudhore, aeroportuale, infrastrukturën e teknologjive të komunikimit dhe tjera, pra është një mal i madh punësh, i cili përris vërtetës një periudhë kaq të shkurtër kohe të vënë përpalla dilemës midis shpejtësisë dhe cilësisë. Dhe ky intensitet, le themi, nëse këto reforma do të shtrihen në një plan kohor më afatgjatë, a ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe si mund shohim përmirësim, le themi, qoftë në klimin e biznesit që ju përmendët, por edhe në të gjitha sektorët e tjerë, infrastrukturë, arsim, në çdo sektor që konsiston kjo reformë? Ka qenë një nga kushtet e Bashkimit Evropian që çdo vend antar, çdo vend i Ballkanit Perëndimor që ka përfituar nga ky fond të paraqet në Komisionin Evropian atë që quhet Agjenda e Reformave Kombëtare.
Qeveria shqiptare ka paraqitur atë vitin e kaluar, i cili është pranuar nga Komisioni Evropian, një dokument i gjerë që tashmë është dhe publik për çdo që ka interes, është botuar në fletoren zyrtare, dhe Shqipëria i duhet që nga ky moment që ka depozituar këtë dokument ose agjendë kombëtare reformash, siç ka qenë e përcaktuar edhe në rregulloren për të instrument të rritjes ekonomike të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria duhet të fillojë një seri reformash. Mos harrojmë që Shqipëria këtë vit është dhe në vit elektoral. Aktualisht, siç e keni vënë re, pothuajse ka të gjithë vëmendja kryesore është përqendruar tek fushata elektorale, e cila zyrtarisht fillon përpara pas pak ditësh, dhe ndoshta deri në shtator neve do të kemi, si thuash, rishikim edhe në paketat ekonomike që janë prezantuar. Edhe për një arsye tjetër që dim, paktën kodi zgjedhor parashikon që në periudhë zgjedhjesh qeveria të ndalojë disa investime që për të mos ndikuar tek fushata elektorale. Megjithatë, përtej kësaj situate konkrete që lidhet me fushatën elektorale, që besoj do kaloj, ajo që më mbetet sfida kryesore për Shqipërinë është se si do të arrit harmonizojë shpejtësinë me cilësinë e reformave, sepse për hir të vërtetës të gjitha këto reforma, por edhe mënyra se si do shpenzohet kjo sasi e madhe fondesh, e cila për hir të vërtetës vetëm për Shqipërinë është 929 milion euro, pra është afër 1 miliard euro, në më pak se paktën nëse i rrim besnik atij kufiri që ka përcaktuar rregulloria e Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian, pra deri në 2027, Shqipërisë duan kapacitete shumë të mëdha përthithse për t'i marrë këto fonde dhe për ta shtrirë në një kohë kaq të shkurtër. Duhet theksuar edhe një element tjetër që ky fond i madh, prej 929 milion euro, nga të cilat Shqipëria ka marrë vetëm 65 milion euro para pak ditësh, të cilat 30 milion euro i kanë kaluar qeverisë shqiptare për t'i përdorur për qëllimet e saj në buxhetin e shtetit, në përputhje me këtë agjendë reformash, dhe 34 milion tjera i kanë kaluar instrumentit të Ballkanit Perëndimor për investime. Dhe duhet theksuar dhe ky element, mjaft prej këtyre fondeve do të shkojnë për investime infrastrukturore. Sepse tashmë edhe ajo që quhet agjenda e ndërlidhjes ose agjenda e konektivitetit që ka përcaktuar Komisioni Evropian me Ballkanin Perëndimor, nënkupton që ky rajon nuk mund të jetë pjesë e tregut përbashkët evropian nëse nuk do ketë infrastrukturën e duhur. Pra nëse nuk ketë infrastrukturën e kurudhore, toksore, aeroportuale, detare, gjithë me radhë, po edhe ato energjetike apo digjitale, sepse nëse bëhet fjalë që tregu i përbashkët evropian përqendrohet ato që quhen 4 lirit kryesore, pra lëvizja e njerëzve, e mallrave, kapitalit dhe shërbimeve, këto nuk mund të lëvizin nëpërmjet një tregu aq të masat që është tregu i Bashkimit Evropian me rreth 500 milion banor, me këtë pjesë të Evropës Juglindore siç është Ballkani Perëndimor me një treg për 18 milion banorësh i gjithi. Kështu që për këtë arsye gjykoj që përqendrimi tek investimet infrastrukturore, pra zgjerimi i infrastrukturës dhe rritja e cilësisë dhe ndërlidhja e kësaj infrastrukture në Ballkanin Perëndimor me infrastrukturën e Bashkimit Evropian mbetet prioritet kryesor. Dhe kjo është një nga arsyet që ky fond është 40% është ndar, do jetë grante dhe ndihmë drejt për drejt për fondet, dhe 60% do të jetë kredi për vendet e Ballkanit Perëndimor, që nënkupton çdo vend i Ballkanit Perëndimor mbas projekteve duhet aplikojë për kredi në Bankën Evropiane të Investimeve, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe në tregun financiar. Përveç infrastrukturës si një nga hallkat më të rëndësishme, por edhe si fokusi kryesor i investimeve, të cilat deri më tani duhet thënë që kanë qenë të shumta, nëse këtu mund të përmendim hekurudhën që do të lidh tani më Shqipërinë me Kosovën, por gjithashtu edhe aeroportin e Vlorës, i cili ka marrë tani më rrugën e vet, porti i Vlorës, po ashtu një pikë tjetër shumë e rëndësishme ai i Durrësit gjithashtu. Në cilat le të themi sektorë të tjerë do të përqendrohet më së shumti shpërndarja e këtyre fondeve, ose le të themi që kanë më shumë nevojë? Pra, një nga sektorët kryesor do të jetë ai që quhet për kapitalin human. Pra, kapitali human nënkupton sektorin e arsimit, që kjo qoftë me arsimin parauniversitar, qoftë me arsimin universitar dhe veçanërisht rritja e aftësive digjitale. Rritja e aftësive digjitale dhe agjendës digjitale përbën një nga shtyllat kryesore bashkë me agjendën e gjelbër. Pra, ato që Bashkimi Evropian sot i ka përcaktuar si tranzicioni binjak ose tranzicioni dyfisht, pra kalimi i ekonomive, jo vetëm të Evropës Perëndimore, pra të
Bashkimit Evropian, por edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, për të bërë të mund atë që quhet tranzicioni digital dhe tranzicioni gjelbër. Që nuk kupton që ekonomia shqiptare, gjithë cikli i biznesit shqiptar, duhet të synoj që të ketë një nivel të caktuar digitalizimi që do ta bënte të mund të ndërvepronte lirshëm me gjithë ato që quhet tregu i përbashkët digital në Bashkimin Evropian, por edhe me bizneset tjera që janë zhvilluar në të njëjtën natyrë brenda Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që ekonomia shqiptare të hedhë hapa të qëndrueshëm drejt asaj që quhet tranzicioni i gjelbër. Pra, të ulë ndotjen dhe të kthehet tek ajo që quhet ekonomia qarkulluese. Pra, një ekonomi e cila në varësi të ciklit të saj të prodhimit nuk arrin të prodhojë mbetje për mjedisin, ta ndos atë, por çdo gjë qarkullon brenda ciklit të biznesit dhe rihyn në ekonominë shqiptare. Këto janë dy sfida jo të lehta për shkak se nuk nënkuptojnë vetëm thjesht financim, por nënkuptojnë njohuri, dije, të cilat duhet të shpërndahen në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pra, zakonisht ne kur referohemi ekonomisë shqiptare në mendjen tonë zakonisht vjen në mend Tirana, Durrësi, apo të mëdha, por Shqipëria ka 61 bashki, ka rreth 300 njësi administrative, ka 2994 fshatra, po jam disa elemente të tillë, në kupton që Shqipëria duhet që në të gjithë të tërësi gjeografike që unë përmenda të ketë të njëjtat instrumenta dhe standarde përkundrejt qoftë ekonomisë, qoftë kapitalit human, qoftë infrastrukturës. Dhe për këtë arsye, Bashkimi Evropian ka krijuar një sër instrumentash. S'duhet harrojmë që edhe ky plan që ne po flasim sot, i cili pavarësisht se kurzohet nga një seri reformash dhe ndërhyrjesh të mëdha, është në vijim të logjikës që ka Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian po të përmend një term kulaç dhe kërbaç, pra në kuptimin në këtë rast kërbaçi në thojza është mosdhënia e ndihmës përkundrejt mosplotësimit të kushteve. Ndërsa në thojza kulaçi është një ndihmë bujare e bazuar mbi parimin e solidaritetit të Bashkimit Evropian, që një vend kandidat që do t'i bashkohet Bashkimit Evropian, por nuk ka mundësi financiare, por ka dëshirën, ka këto instrumenta ndihmës që e bëjnë atë të parafrohet me Bashkimin Evropian, të plotësojnë standardet dhe natyrisht t'i bashkëngjitet si një antar me drejta të plota dhe me një lloj dinjiteti, duke ju kthyer asaj shprehjes që ka shumë rëndësi ta ndërtojmë Europën në Shqipëri dhe pastaj Shqipëria të përpara se të shkojmë atje. Por nga ana tjetër dhe ju e përmendët që është një shifër relativisht shumë e madhe, janë gati 922 milionë euro të cilat Shqipëria pritet që t'i ketë në dispozicion në 2 vitet e ardhshme, por nga ana tjetër do të ketë edhe vonesa duke marrë këtu në konsiderat fushatën zgjedhore, që tani më le të themi jemi në një paralizë investimesh, nëse mund ta themi kështu në thonjza, por a ka masa të cilat do të ndërmerren në rast se do të kemi vonesë të implementimit të këtyre fondeve ose në një formë monitorimi? Në qoftë se do t'i referohemi rregullores me cilën do të ofrohet ky instrument ndihme financiare për Ballkanin Perëndimor, i cila për vërtetës duhet thënë që është specifik, sepse Ballkani Perëndimor, çdo vend i Ballkanit Perëndimor përfiton nga një instrument i posaçëm për vendet e paraantarësimit që quhet instrumenti i paraantarësimit apo IPA siç njihet në gjuhën teknike. Tashmë këtij instrumenti të paraantarësimit, i cili është i përvitshëm dhe ka një shtrirë kohore 6 vjeçare, Bashkimi Evropian i ka shtuar dhe këtë instrument të ri që është instrumenti për rritjen ekonomike dhe zhvillim të Ballkanit Perëndimor. Pra i ka mbivendosur këtij instrumenti tradicional tashmë dhe një instrument të ri. Dhe kjo është shumë pozitive për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat për vërtetës kanë mangësi të mëdha zhvillimi, pra kanë boshllëqe të mëdha zhvillimi në shumë drejtime përkundrejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ajo shqetësimi që u përmendët, pra në qoftë se do të kemi vonesa, natyrisht vonesa që vijnë për shkaqe objektive janë parashikuar edhe në rregullore. Në këtë rast problemi më i madh do jetë në qoftë se këto fonde nuk do të vinë në Shqipëri për shkak se Shqipëria nuk do të jetë në linjë me agjendën e reformave që ka depozituar pranë Bashkimit Evropian. Rregulloria për këtë rast parasheh që ato fonde që do t'i kalonin Shqipërisë në këtë rast do t'i kalojnë një vendi tjetër apo do të zbriten nga shuma që është parashikuar për vitin pasardhës. Duhet kemi parasysh që këto fonde lëvrohen çdo 6 muaj. Kuptohet mbi bazën e plotësimit të disa kritereve që janë subjekt vlerësimi nga ana e ekspertëve të Komisionit Evropian.
Pra, një farë kuptimi nuk do t'i konsideronin para të leta ose të thjeshta, natyrisht që janë aty për Shqipërinë, por tërësia kritereve, kushteve dhe mënyra se si ato të shpenzohen dhe gatishmëria dhe aftësia që do të ketë administrata shqiptare, po jo vetëm administrata shqiptare, po dhe biznesi, për të përfituar nga këto para, është mjaft e rëndësishme. Dhe shpejtësia e shoqëruar me cilësinë e zbatimit dhe përdorimit të këtij fondi relativisht të konsiderueshëm, që i bashkëngjitet financimit tashmë tradicional të Bashkimit Evropian nëpërmjet instrumentit para antarësimit, besoj që mund të japë Shqipërisë një zhvillim të dukshëm në disa sektorë, veçanërisht ato infrastrukturore që janë dhe më të dukshëm për syrin e gjithë secilit. Specifikisht për këtë do t'ju pyesi tani në një pyetje shumë të drejtë për drejtë dhe konkrete. Si pritet që këto fonde dhe këto para të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë? Natyrisht, siç e përmenda edhe pak më parë, janë disa shtylla ku ato do të përqendrohen, por ajo çfarë njerëzit shohin më shumë dhe më dukshëm është infrastruktura. Dhe besoj në pjesën infrastrukturore unë gjykoj që do të ketë zhvillime shumë të rëndësishme, të dukshme, qoftë infrastrukturën rrugore, qoftë infrastrukturën e kurudhore, qoftë atë portuale, aeroportuale, pra në kuptimin të aeroporteve, etj., por edhe infrastruktura të tjera që lidhen me shërbime, pra qoftë me digitalizimin e shërbimeve të caktuara, siç përmenda pak më parë, digitalizimi është një nga instrumentet kryesor. Dhe këtu në rast jo vetëm për digitalizimin e shërbimeve publike, të cilat për vërtetës Shqipëria ka marrë vlerësime dhe mund të konsiderohet një lloj kampioni në Ballkanin perëndimor, dhe kjo vjen edhe për shkak të veçorive se është një vend i vogël, dhe në vendet me një masi të vogël reformat pozitive duken shpejt, ashtu si dhe reformat negative pa diskutim duken po aq shpejt, por gjithsesi unë besoj që zhvillimi infrastrukturor, nëse do të ecet, nuk do ketë pengesa gjatë rrugës, natyrisht ato marrin një kohë caktuar, por besoj që në 4-5 vjet ndoshta ne mund të kemi një panoramë, një pamje krejt tjetër të infrastrukturës shqiptare në disa drejtime, dhe këtë e ka provuar dhe shumë vende të tjera kandidatet, vendeve të Evropës qendrore lindore, edhe para se të hynin, por edhe veçanërisht pasi hyn, cilët falë këtyre investimeve kanë pasur një zhvillim të dukshëm infrastrukturor. Kam pasur rastin të vizitoj disa prej tyre para se të ishin antarë apo gjatë fazës para antarësimit, dhe nëse mund shkoja pas 4-5 vjetësh dhe shikoj disa qytete, mund shikoj një ndryshim të dukshëm, një tjetërsim do thohet infrastrukturës urbane, falë këtyre investimeve. Dhe si thua, kjo është dhe magjia e Bashkimit Evropian. Ai është një komunitet vlerash, por është dhe një bashkësi, si thua, e fuqishme ekonomike, e cila falë parimit solidaritetit, ata që kanë dëshirë të zhvillohen dhe të bashkohen atij grupimi, i ka të gjitha mundësitë t'u afrojë, si thua, shansin për t'u bërë si ata. Plotësimi i këtyre reformave me cilësi, por edhe me shpejtësi, sa na ndihmon ne për t'u antarësuar më në fund në Bashkimin Evropian? Çdo diskutim kur bën fjalë për Bashkimin Evropian përfundon te kjo pikë. Sa shpejt do të antarësohemi ne? Dhe për hir të vërtetës është e kuptueshme edhe një lloj padurimi, shpesh sa herë edhe një lloj mërzitje. Nëse do të rikthehemi viteve të para, ndoshta në atë periudhë keni qenë shumë e vogël ose e re, po unë kam qenë student në atë periudhë, pas viteve 90, ne që ishim optimistë thonim që për 10 vjet maksimumi. Kishte nga ta pesimistët që thonin 15 vjet, ndërkohë as optimistët as pesimistët nuk ishin të drejtë në atë periudhë, por së vërtetës ne po bëjmë gati 40 vjet. Dhe urojmë, shpresojmë, nuk e kishim asnjë nga ne, as ai më pesimisti nuk e kishte menduar që ne do na duajë 40 vjet ky proces. Megjithatë, historinë nuk mund ta gjykosh, historia është histori. Ndoshta kjo kohë ishte nevojshme për t'u kaluar. Siç përmendet shpesh dhe një lloj shakaje, BE nuk është nga ato mësuesët që të mban me hatë, biles përkundazi konsiderohet një mësuese shumë e rept. Shqipëria ka ndërmarrë një sër reforma shumë të mëdha, që pas viteve 90, vitet e fundit, po ashtu një nga reformat më të famshme dhe më të diskutuar, siç është reforma në drejtësi, pa dhe shumë reforma në fusha tjera, që përmend ato të digitalizimit. Dhe besoj që edhe ky instrument financiar që ne po flasim, ose ky plan i rritjes ekonomike për Ballkanin perëndimor, që Shqipëria fatmirësisht edhe për shkak mungesës problemeve që ka me
minoritetet etnike apo me fqinjet, nuk ka probleme të cilat vendeve të tjera po i mbajnë peng për të përfituar nga ky fond. Ka një shans që duhet ta përdor për të fituar kohën e humbur dhe pse jo, pra mos na duket diçka shumë fantazi, po them, se shpesh kështu interpretohet, ose një lloj optimizmi patologjik, fakti që brenda 2030, pra në pak se 5 vjet ne mund të jemi antar. Përgjithsisht në politikë nuk ndodhin mrekulli, por shpesh historia ka provuar që edhe mrekullit janë pjesë e historisë. Sikurse dhe ju e thatë, është e rëndësishme që ta bëjmë Europën në Shqipëri përpara se të shkojmë në Europë, kështu që pikërisht kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë që ishte me mua sonte në studio dhe diskutuam lidhur me këtë tematikë. Faleminderit ju për ftesën. E ne kështu kemi vërtetur në fund të emisionit edhe për mbrëmjen e sotme. Unë Sakaj që lënën shoqërinë e fjalorit ekonomik dhe ju le takim sërish të njëjtën në orën 21 live këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Deri atëherë, natën e mirë.